Pas i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam migroi në Medinë me shpresë se atje do të gjejnë një ambient më të përshtatshëm për ta praktikuar lirshëm fenë e Allahut, filluan të zbesnin dhe të obligoheshin dispozita të ndryshme të Islamit. E në mesin e këtyre dispozitave ishte edhe dispozita e agjërimit që u bë obligim në vitin e 2 të Hijretit. Pra, prej mëshirës së Allahut azza wa jalla dhe rabëve të tij është se obligimet, shumë prej obligimeve që u bëri atyre, u bëri shkallë në faza të ndryshme në mënyrë që edhe agjërimi është prej atyre adhurimeve që nuk ka në mënyrë të drejtë për drejtë edhe të përfunduar, por ka një historik edhe gradualitet. Po, dhe pak për këtë. Për këtë ka argumente të shumta nga Kurani edhe Suneti i të dërguarit të Allahut. Andaj, sikurse obligimet që u bën gradualisht, edhe disa prej harameve u ndaluan gradualisht, në mënyrë që t'u lehtësohet besimtarëve largimi nga to. Dhe kemi shembull. Pasi edhe shpallja hoxh nuk ka ardhur krejt për një herë, por ka zbritur gradualisht.